Kompania celulare Eagle Mobile feston 2 vjetorin e krijimit. Drejtuesit e operatorit celulare kanë konsideruar sukses aktivitetin në tregun shqiptar të telefonisë të lëvizshme. Sipas tyre, brenda pak kohësh, kompania Eagle Mobile numëron mbi 600.000 abonent, duke zënë 15% të tregut. Të tjera surpriza premtohen gjatë këtij viti. Edhe 100 Eagle. Eagle i papa. Dhe 100 Eagle. Gëzuar të keni një Eagle. Happy birthday, Eagle! Edhe 100 Eagle. Eagle, what did you get? Kompania celulare Eagle Mobile mbush 2 vjet në tregun e telefonisë së lëvizshme. Brenda një kohe të shkurtër, operatori i tre celular ka arritur të fitojë më shumë se 600.000 abonent, duke zënë 15% të tregut. Drejtuesit e kompanisë deklarojnë se do të rrisin më tej konkurrencën në tregun e telefonisë celulare me teknologji bashkëkohore dhe oferta për klientët. It was not easy to enter Albanian telecommunication. Nuk ka qenë lehtë të hynim në tregun e telekomunikacioneve, por ne arritëm të bëheshim konkurrues brenda një kohe të shkurtër. Gjatë vitit 2010, ne do të vazhdojmë të sjellim teknologji bashkëkohore, oferta dhe shërbime cilësore për qytetarët. 2010 do të jetë viti i konsolidimit dhe rritjes së konkurrencës për Eagle Mobile. With Eagle Mobile, we brought a very high quality service. Me anë të Eagle Mobile ne sollëm shërbime cilësore për qytetarët. Ne investuam në këtë kompani dhe jemi të kënaqur me investimin që bëm. Shohim një sukses të madh me një numër abonentësh mbi 600.000 brenda 2 vjetësh. Eagle do të ketë një të ardhme shumë të mirë në Shqipëri. Drejtuesit e kompanisë Eagle Mobile bëjnë të ditur gjithashtu se gjatë këtij viti do të vazhdojnë të angazhohen në aktivitetet sociale dhe kulturore për të qenë më afër klientëve shqiptar.